Afera më e bujshme që i dhembë më shumë Edi Ramës nuk është ajo e tunelit të llogaras me Erdoganin, as ajo e tenderëve publik. Ngjarja për të cilën Edi Rama nuk ka nxjerrë asnjë fjalë është rasti i çuditshëm i Ergys Agasit, ku SPAK ka arritur të zotërojë një thesar të madh të dhënash, ku përfshihen përgjimet e Agasit me një pjesë të madhe të bashkëbiseduesve të tij. Pikërisht kjo aferë, që është në duart e SPAK, është më shumë se një eksploziv, pasi jo vetëm që pasqyron lidhjet e baronëve të botës së krimit me strukturat e larta të qeverisë, por tregon edhe një situatë dramatike të përfshirjes së strukturave të sigurisë së vendit, duke nisur nga policia e shtetit e deri te shërbimet sekrete, me në krye shishin të pozicionuara sipas agjendave të grupeve kriminale. Këto grupe jo vetëm kanë akses në kanalet më delikate të shtetit shqiptar, por e përdorin këtë akses për të arritur fitimet e tyre të paligjshme. Ky thesar i gjetur në strofkullin e bllokut të Ergys Agasit, siç duket, jep dëshmi të qarta për të kuptuar rolin real të botës së krimit në shërbimin e pushtetit, duke korrur për fitime super të mëdha. Kjo database është thuajse analoge me rastin e Aleksandar Vučićit në Serbi, ku The New York Times zbuloi lidhjet e tij me botën e errët kriminale dhe mafian serbe. Ai artikull krijoi një situatë të ndërlikuar jo vetëm në politikën për Vučić, por edhe për atë personalen. Pas kësaj, mafia serbe e friksuar se do t'i shkëputeshin lidhjet, e shantazhoi presidentin serb shumë fort, aq sa Vučić gati një herë në 2 javë dilte publikisht dhe thoshte se duan ta vrasin. E njëjta situatë mund të ndodhë në këtë moment edhe me rastin e thesarit të Agasit, pasi bota kriminale pritet të vërë Edi Ramën përfund, duke i vendosur kushte që mund të tronditin rënd pozitën e kryeministrit. Ndërkaq amerikanët, të cilët kanë qenë në dienitë të gjithë skemës kriminale, janë në krye të kësaj përpjekjeje për të siguruar provat që mund të gozhdojnë Edi Ramën. Serveri i Agasit, siç mosohet, përveç të dhënave mbi lidhjet dhe aferat kriminale, përmban edhe xhevahire të tjera, për të cilat personat që i kanë parë dhe dëgjuar theksojnë se kemi të bëjmë me një aferë Epstein shqiptare. Përkatësisht, bëhet fjalë për çështje të intimiteteve ekstreme të stilit Rama, të cilat nëse publikohen, mund të prodhojnë një siklet dhe një shpërthim të madh popullor. Siç mësohet, janë pikërisht amerikanët që po shtyjnë SPAK-un që të bëhet i mundur publikimi i kësaj afere, sipas një plani të caktuar, me një temporalitet dhe përzgjedhje të shënjestruar. Qëllimi është që goditjet të mos jenë kaotike, por të fokusuara për të goditur në shenjë dhe për të plagosur politikisht për vdekje pushtetarin, që kërkon të mbajë me zor pushtetin në vitin e 13 të qeverisjes së tij. Një numër që sipas gjasave është ters dhe mund ta çojë drejt një rrëzimi përfundimtar.